Jam shumë e prekur, nuk ka se si të mos jem e prekur, sepse akoma nuk e besoj dot që kemi humbur shpatin. Shpati ka qenë gjithmonë shumë i gjallë. Nuk mund ta shikoja dot shpatin në këtë mënyrë që shpati nuk do të jetë i gjallë më pranë nesh. Këtë gjë akoma nuk jam duke kuptuar, nuk instinktivisht zemrën e kam shumë të pikëlluar në këtë moment dhe shpresoj që ai, domethënë, të na ketë lënë neve jo kështu duke qarë, nuk duhet ta kujtojmë në fakt duke qarë shpatin duhet ta kujtojmë sepse ka lënë një muzikë shumë të bukur që kurrë nuk do të vdesë, kurrë nuk do të shuhet. Kështu që unë duhet ta kujtoj shpatin në ditët e tij më të mira, me pozitivitetin e tij, me fjalët e tij të ngrohta, asnjëherë nuk dinte të fliste keq për asnjë. Dhe më rënqeset pishi sepse nuk e kisha prit për të, nuk kurrë të flisja këto fjalë tani.